Mungesa e ujit të pishëm vazhdon të jetë një nga shqetësimet më të mëdha për banorët e fshatit Panahor në Bashkinë Mallakastër. Edhe pse disa vite më parë u investua për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit, banorët thonë se situata nuk ka ndryshuar dhe se furnizimi me ujë vijon të jetë problematik. Në një prononcim për televizionin Apollon, ata shprehen se janë të detyruar të hapin puse me shpenzimet e familjeve të tyre për të siguruar ujin e nevojshëm për përdorim të përditshëm. Një pjesë e banorëve përdorin për konsum ujin e puseve, megjithëse ai nuk i nënshtrohet kontrollit laboratorik, ndërsa të tjerë detyrohen të marrin ujë nga burimet natyrore më të afërta ose ta blejnë atë nga autobotet që furnizojnë zonën. Ke pasat e tëra? Po janë poshtë linja tëre. Shy janë çorën për shtëpia ja. Nuk ka ujë në ato linja? Jo, kasate? Me te për gjanena, pa te gjurim, pa te për soklim, për pikën e ujtë, se s'kemi ku të vemi. Kjo është pjesën që kanë kushtuar 500 milion, 500.000 lekë. Të vjetra? Të vjetra. Tani, te kemi besë gëzonim se do na vi ujtë e ri. Pikë e ujtë se ka, po be ka vjetë. Që shikon. Pra, të hesë investim, për një gjithë të bukur, e tje pa ujtë, e gjemë tu. Për të zëmbësor hallet e mija, ta marrë dhe bëndje pa jesh boshë që jeni. Ka pikë në ujtë. Po pjeta i ujtë ashtë në për lamarinat e për ka qytet, ku është shëndetësia e shtetit, që do bëj kontrolli. Unë po pje ujë kalquku, që s'lejohet. Unë po pje ujë lamarine, s'lejohet. Tani, kemi të drejtë në si popull të përtasim të lurim, kemi shumë të drejtë, po kush në kanë halli. Kërkojmë zgjidhje të problemit se s'ben, të ujtë e pishëm të fshatit Panahor, mbasi këtu kalon temperatura mi 40 gradë, se është pozicioni aty i fshatit. Ne banorët e Panahorit nuk kemi ujë. E marrim në përpuset. Ajo çesma aty ka ujë? Jo çesma nuk ka ujë. Ujë nga pusë ja sa herë. Se dhe puset po tajen. Puset i keni shpuar me investimet tuaja? Puset i kemi shpuar marrin ujë nga lumi. 2 puse asnjëri nuk ka. I bëj thirrje nga bashkia, prefektura, qarku, ministria, deri te kryeministri. Te kryeministri nuk e ngarkoj dot me këto punët e hallet e tia, po kërkesën e llogarisë duhet ta bëjnë. Çfarë halles ka ai? Punë e tia së ndryhin dot. Por duhet të ndryhin çfarë u bë me votë që mojnë a popullit, çfarë shërbimi e popullit. Qo bashkia, qo prefektura, qo qeveria. Shkurt. Thirrje via deputetit ton njerë. Deputeti se kemi qenë atje, na tha do vi para vitit të ri. Kush është deputeti? Si e ka emrin? Krevis. Jaj. Jaj. Na tha do vi para vitit të ri ujtë. Prit para vitit të ri, pa haj do vi mbas vitit të ri, as mbas vitit të ri, nuk do vi një vitit tjetër, ai si pas asaj që ka. Jo, nuk kemi shpresa. Edhe bashkisë. Nuk kemi shpresa për ujë. Nuk kemi si Panahor jo, se nuk na duan kështu, a diun pse nuk na duan, nuk e dim atë drejtimin që kanë ata. Nuk e dim ku kanë drejtimin ata shokët atje. Që të bësh investim. Ne i kemi mbështetur, e do t'i mbështesim shokët me të drejtë, ata që janë për të mbështetur. Ama jo, na keni ata për ujë. Ne po kërkojmë një qenie, sa po kërkojmë. Po kërkojmë rrugën, ujë të pishëm me dritat. Tash këtë mirë mosha jonë, smundje që po heqim. Po të paktën të kemi këto tash. Ne na 17 ditë para 2 vjetësh ne na 17 ditë shtruar. E vetëm gruaja, vinte gruaja në spital në Fier, vinte këtu s'kishte pikë në ujë. Po të rendisemi. Ja para shumë, të smurjemi. Kur ka nevojë për votën tuaj ju ja u jepni. Ka nevojë ata vinë. Neve skretët jemi pleq. Pensionista. Majmë na 100 se brinte mia diçka në heqën në kooperativa. Palesë sa djes është derdhu që nuk është marrë në dorëzim nga brigadieri komunist. Janë sot ata. Por kemi këtë hall. Nuk kemi par ahir, ku i thonë turqisht, rezultat nga shërbimi që kemi bërë shtetit me votë. Këtë kërkojmë. Duam ujë olla. Duam ujë. Vjen takse tokës. I faleminderit për investimet që bëri. I faleminderit për kujdesim. Po jo në fund mashtrimin. Këtë sta kemi borxh. Është i papranueshëm. Është i papranueshëm. Është fyes. Është fyerje. Kaq. Faleminderit shumë. Banorët e konsiderojnë të papranueshme këtë situatë, sidomos gjatë sezonit të verës kur nevoja për ujë është edhe më e madhe. Ata i bëjnë thirrje Bashkisë Mallakastër
Drejtorisë së ujësjelljes kanalizimeve, prefektes Qarkut Fier si dhe kryeministrit që të ndërhyjë me masa konkrete për të garantuar furnizim të rregullt me ujë të pijshëm dhe për t'i dhënë fund një problemi që sipas tyre zvarritet për vitesh. Banorët shpresojnë që shqetësimi i tyre të marrë një zgjidhje sa më të shpejtë, ndërsa presin që Bashkia Mallakastër dhe Drejtoria e Ujësjelljes Kanalizimeve të ndërhyjnë me një plan konkret për garantimin e furnizimit të rregullt me ujë të pijshëm. Mungesa ujit të pijshëm mbetet një problem që ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme dhe shëndetin e banorëve, ndaj ata kërkojnë që premtimet për përmirësimin e shërbimit të shoqërohen me investime funksionale dhe zgjidhje afatgjata.